Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit në prag të zgjedhjeve të 11 majit me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit e Reformës Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, në këtë bisedë të ditës së sotme do të merremi më shumë dhe gjithësisht konkretisht me një lajm që ka qarkulluar brëmjes së vonë të ditës së djeshme të një gazetari amerikan, në mos gaboj, Mark Caputo, i cili ka deklaruar se ka pyetur shtëpinë e Departamentit Amerikan të Shtetit nëse zoti Berisha mund të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara. Edhe përgjigjja ka qenë që ne japim rregullisht përjashtime për të lehtësuar udhëtimin e individëve të caktuar në SBA në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe interesat tona kombëtare. Si të tillë nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës jashtme ose marrëdhënia me Shqipërinë të mbahen peng nga vendimet e politizuara të epokës së Bidenit. Pra, në Shqipëri dhe në Partinë Demokratike, konkretisht sigurisht është interpretuar si rënja de facto e non gratës, por nuk kemi një dekret nga presidenti dhe me firmën e sekretarit të shtetit Marco Rubio që të firmos heqjen e non gratës. Gjithashtu, nëse një lajm për rënjen de facto e non gratës, i pari që edhe do reagonte do ishte vetë zoti Berisha. Por edhe nga zoti Berisha nuk ka asnjë komunikim deri tani. Çfarë është gjërat ashtu siç duhet? A është një lobim efekti i parë i 6 milion dollarëve? Apo çfarë? Ti sqaroj përpara gjërat ashtu siç duhet në momentin e duhur dhe t'i japim opinionit publik, qytetarëve, mesazhin e duhur të kuptojnë nga ky informacion që është dhënë nga ky gazetar. Së pari do të keni parasysh diçka. Administrata Trump nuk është një administratë burokratike, siç ishte administrata Biden. Administrata Trump po shqyrton të gjitha ato dosje që janë në Departamentin Amerikan të Shtetit për të parë origjinën e nëngradave, por edhe pezullime apo shkëputje të marrëdhënieve midis partnerëve strategjik që ka pasur ndër vite Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse e bën pikërisht këtë gjë administrata Trump? Sepse është e paimagjinueshme për ne të mendojmë që administrata Bush ka qenë kaq naive se sa erdhi në Shqipëri dhe takoi Sali Berishën edhe nuk shkoi në një vend tjetër ngjitur me ne, të takonte një lider tjetër dhe të vinte në Kosovë të bënte një vizitë në Kosovë ose të bënte një vizitë në Shqipëri të shpejtë dhe të ikte. Por erdhi pikërisht në Shqipëri dhe dha mesazhe shumë të qarta kur ishte drejtues në atë kohë në qeverisin shqiptare Sali Berisha. Pastaj kemi antarësimin në NATO. Pra, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk mund të jetë kaq shumë i varfër në aspektin profesional, se në raport në syrin e një qytetari do thoshte, po si ka mundësi të vi Bushi në Shqipëri dhe Bideni të shpallë non grata Sali Berishën, sepse administrata Trump ka kuptuar që shpalljet non grata kanë qenë në përfitim të familjes së George Soros në botë. Pse them këtë? Është fakt i provuar botërisht që zoti Blinken, familjen e tij e ka pasur të atashuar dhe e ka akoma dhe sot pranë fondacioneve të shoqërisë së hapur. Nuk është tash e them, futuni në website-in e kësaj shoqërie dhe shikoni familjen e Blinkenit ku është dhe çfarë kontributi ka dhënë tek kjo shoqëri. Nuk flas në aspektin e marrëdhënies së punës. Është gjë e drejtë që për një person të punojë ndaj një personi tjetër. Nuk e penalizoj këtë. Por kurse si, kjo gjë nuk mund të bëhet për një përfitim për të ndihmuar Partinë Socialiste në Shqipëri dhe të goditur Partinë Demokratike në Shqipëri. Dhe përveç kësaj, të kuptojmë qartësi që mesazhi i gazetarit nuk ishte në Facebook, por ishte në aplikacionin X, ish Twitter, që kishte mundësi Departamenti i Shtetit të dalë dhe të thotë ky lajm që ti po përcjell si gazetar nuk është i vërtetë. Deri tani nuk ka dalë kjo gjë.
pse mos kishim një reagim ose pyetja, pse mos mund të ishte formuluar ndryshe? Ishte hiqur non grata zotit Berisha, mund të hiqet non grata, por është formuluar në atë mënyrë që edhe sipas një pjesë opinionistëve, analistëve në vend, le fare thjesht hapën. Po mos thua analistëve që mund të shkojnë edhe për, nuk e di, për organizata ndryshme, ZMKB-ja, siç kanë shkruar një pjesë, që kanë vajtur dhe lider të shpallur non grata. Zoti Berisha nuk ka nevojë të vizitoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk ka çfarë të përcjellë atje, sepse ka përcjell mesazhin e tij. Një, vullën e mori, kur të gjithë thonin edhe këta analistët që ti përmend thonin Saliu e ka humbur vullën, marrëdhëniet me non gratën i ka shkëputur, administrata Biden e ka pezulluar, e ka hequr nga loja politike shqiptare. Disa thonin që Berisha do të dorëzohet dhe nuk do të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Aleksi, nuk e kam dëgjuar kush ishte. Pse nuk po shkon? Pse nuk shkon? Aleksi, kush është Aleksi? Dhe janë disa njerëz të cilët ishin këtu para 2013 nacionalistë të flakt që dignin Shqipërinë për nacionalitetin edhe na bëjnë komentatorin nga Gjermania. Dhe këta thoni Saliu ka të pamundur përpara amerikanëve këtë. Tani, ministri Rama ka reaguar dhe thotë unë mendova se hoqën non gratën. Rama mund të tallet me Sali Berishën, por Ramës unë i them diçka dhe nuk e beson ai. Pse? Se rreth vetes ka servila dhe asnjëri si do të vërtetë, se kanë frikë. Pse kanë frikë? Se u marrën bukë. Po një sekond. Skandali më i madh që nuk parashkruhet kurrë dhe parashkruhet pas 20 vitesh është skandali me Donegal. Po të jap një sekret juridik. Në 2012 dhe në 2013 janë bërë ndryshime ligjore mbi këtë dispozit ligjore të kodit penal. Dhe parashikon korrupsionin edhe formës së bashkëpunimit, jo atëherë kur bëhet individualisht, por edhe forma e bashkëpunimit, ka 3 elementa ajo, këshilltarët e tij mund t'ia shpjegojnë, e di shumë mirë vet ai, se besoj se di, por gjithsesi mund ta di në një moment të dytë. Por e vërteta është mos u kënaq me diçka që mund të vijë pasojë. E kam thënë, pasojë mund të jetë edhe lehtë dhe rënd. Tani e zgjedh ti, dokumentin e ke aty, marrëveshjen e ke aty. Në rast se ti do të çosh deri në fund, çoje, është drejta jote. Unë të them vërtetën, kur dëgjoj që një person do të vrasë veten, jap të gjithë mundësinë time për ta shpëtuar dhe ta ndihmuar. Po kurse si nuk mund të marr rolin e atit. Avokat. Po kurse si, një sekond. Po kurse si nuk e votoj unë atë që ai të më shkatroj jetën mua e të gjithëve. E kupton? Pavarësisht se ata që e votojnë atë do ta hajnë sepse e kanë hëngur provuar me fakt konkret që logjika e ka të ndisur burgaxhi. Tani, pse nuk shkon Sali Berisha në OKB? Jo, ku pra, njëra palë. Do të kuptojmë të gjë. Ku ndryshon hektare lavazhierët e Spakut, në dëgjoj mua, lavazhierët e Spakut, që para se të arrestonte Erion Velia i bëni lavazh nga mjesi deri darkë Dumanit dhe datës dhe 20 të tjerë të shenjtorë sipas tyre, dhe sapo u arrestuar Erion Velia, këta analistët e famshëm i bëni lavazh përsëri Dumanit se deri në dhjetor, se tiki Dumani pastaj e shikon ti çfarë lavazh do t'i bëj. Dhe kur vi prokurori do të shikojnë çfarë lavazh do t'i bëjnë edhe ata. Tani unë po të them, këto janë spekulime të atyre që mendojnë që non grata nuk është hequr. Edhe një herë, marrëdhëniet midis dy qeverive, marrëdhënie midis partive politike janë marrëdhënie politike, zotri. Pa politike dhe kurse si sanksioneve juridike. Partia Demokratike Amerikane ka bërë një gabim fatal që kur do vi një ditë në pushtet, shënoje të lutem këtu, edhe do ta shënosh, edhe do ta mbash aty, dhe madje do ta mbash kështu në një moment për mua, që do të them, në një moment historik, kur do të vi përsëri në pushtet Partia Demokratike Amerikane në Amerikë, dhe do vi një administrat tjetër,
do kërkoj një ndjesë publike shqiptarëve, por në një moment afatgjat. Këtë mbaje, rezervoje, se do duhet një ditë. Prandaj, dua të them tek opinioni publik. Mesazhi ishte i qartë. Ne nuk marrim peng nga politikat e Bidenit në raport me interesin kombëtar amerikan dhe në raport me Shqipërinë. Se Shqipëria nuk është vetëm Sali Berisha dhe Edi Ramës, është gjithë shqiptarëve. Të lutem, për ta thënë më thjesht për një publik që më thjesht shqip nuk ka çfarë të them më. Me këtë, çfarë ndryshon kjo nga non grata? Pse është u desh një gazetar që të bëjë një pyetje jo në mënyrë direkte, por indirekte për diçka që kishte precedent më parë, edhe liderët e tjerë të shpallur non grata që mund shkojnë për Edhe ai indis, non grata ishte shpallur nga Partia Demokratike Amerikane. Po tani ku është ai? Në samitet I parë vjen. Jo, ne kemi Biden. Ai tha Biden, që ai tha ti indis që është shpallur non grata, kështu ta mfal, kërkoi ndjes se ishte gabim se bërëm disa gabime nesër kështu. Pse nuk ndodhi këtu? Pse nuk ndodhi me këtë? Po nuk bëhet sepse edhe një po të sjeroj, edhe unë po të them diçka që prap nuk më kuptoni. Edhe kjo është shumë I qartë. Administrata Trump punon me linjë, nuk punon në mënyrë burokratike si administrata e Bidenit. E kam thënë publikisht këtë gjë. Nuk jam zëdhënë si ti, por paktën të dim ta lexoj politikën e Trumpit. Grenell foli për Kosovën, akoma nuk kanë formuar kuvendin ata. Pse nuk e kanë ky Albin Kurti, ky Sorosiani Radhës? Pse nuk e ka formuar ky Gari I Madh? Pse nuk janë bande të bëndë koalicion? Megjithatë, avokat, jemi këtu. Jo, mos më shku. Sepse edhe ai është Sorosian, po edhe ai është Sorosian, tani them vërtetën. Albin Kurti është Sorosian. Pse nuk janë bande tani me administratën Trump të bëjë Galipin përpara Grenellit? Pse? Por ama, pse nuk shkon në Amerikë pa një ftesë zyrtare? Pa një ftesë zyrtare, e di pse? Do të them një rast. Kur të fton shteti, më dëgjoj tani është protokoll kë. Kur të fton shteti, dihet që shteti ka marrë të gjitha masat që në rast se ka një pengesë ligjore, shteti rregullon. S'është ftesë. Por ama ka shkuar në Amerikë në këtë kohë pa një ftesë zyrtare. Pra unë marrë pasaportën, shkoj në aeroport, shkoj atje, sa po kaloj aty, thëtë, çuno, shiko, ke bëllë llogarit gabim, ktheu mbrapsht tani. Avokat, çfarë efekti do të jetë kjo zgjedhje? Besoj ta kuptoni, që thash më thjesht se kaq nuk ka. Po të shkoj Rama me vizitë zyrtare, nuk procedohet. Avokat, çfarë efekti do të jetë kjo pyetje e këtij gazetari dhe kjo përgjigje e departamentit e një zyrtari të departamentit të shtetit emri I cili nuk jepet ose më konkret? Çfarë efekti do të jetë zgjedhje të dielën? Nuk më interesojnë a do të ketë impakt në zgjedhje, sepse nga mua s'do presësh kurrë të them diçka që unë e kam diskredituar ndërhyrjen e ndërkombëtarëve në Shqipëri. Pra, as efekt europian, më dëgjoj pak ta mbaj që jap tek opinioni publik atë që duhet të kuptohet. Avokat Gülsen Zhlima nuk do thotë kurrë për gjë amerikanë dhe europianë që ndërhyjnë në çështjet e brendshme të Shqipërisë. Edhe sikur të shpallet non grata. Kurrë nuk do ta bëj këtë gjë. Madje edhe nuk kam kandiduar. Nuk ju duket çudi juve pse nuk kam kandiduar? Pse nuk kam kandiduar? Sepse pikërisht unë nuk mund të bëjmë lodër edhe lojë e askujt që do të thënoj interesat kombëtare. Po përveç kësaj, dhe nuk do të bëj kur pjesëtar I atyre që bërë sikur po bëjnë interesat kombëtare. Avokat, nuk më thatë, me këtë unë kuptova që nuk ka as ndikim politik, as juridik. Edhe njerë po ta them, nuk është se ka apo nuk ka, por nuk ka kuptim si kur të kishte. Po, avokat, po pse I biem rrotull? Po përndaj? Pse I biem rrotull, kur fare mirë para një jave, Qeveria Amerikane, presidenti Trump I hoqi non grata një shefit kabinetit të Viktor Orbanit, kryeministit hungarez. Pse ka që vështirë që... Po, edhe para 2 javësh, 3 javësh të kam thënë që Trumpi
po mundohet që të mbyllet disa konsulata. Është pezulluar ky dekret. A e tha media shqiptare këtë gjë apo nuk e tha? Pse duhet ta dija unë? Po prandaj të them, është linja Trump, nuk është linja e Gülsenit apo Dylberit. Nuk është linja e një fondacionit i cili ka marrë në qafë gjithë popullsinë dhe gjithë botën duke bërë solidaritet me lekët e tjetrit. A mund të bëjmë me lekët e tua unë i Zotit? Bëjmë, sepse punon ti nga mjesit dhe ndarë dhe unë i kesh përdor lekët e tua. Kështu ka punuar ai institucion. USAID si ka punuar? USAID shkon në institucione, marrin lek me taksa pagues amerikan, dilte mirë disa biznesmen, dilin të mirë, shumë të mirë. Humanizëm ata, duke bërë luftë politike. Prandaj unë po i them, një ditë të bukur do vi momenti që një administrat tjetër pas disa vitesh do kërkoj falje publike dhe po ta them me plot sinqeritet. Dhe madje do kërkojnë falje publike sepse ata të cilët kanë pushtetin sot juridik, gjyqësor, politik, ekonomik, për shkak të pushtetit të madh, të pandaluar dhe të pafrenuar, bën abuzimet. Dhe nga abuzimet do të bie patjetër përgjegjësia dhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse përgjegjësia mbetet jetim dhe në fund fare nuk do shkoj tek emri i posaçëm Joaquim Donald, po do shkoj pikërisht tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj them që administrata Trump vjen me një politikë tjetër dhe politika është kjo që unë i bëj veprimet ngadalë. Mos prit ti të bëj Trumpi një veprim të shpejt, pse? Se në rast se dështon, normalisht nuk ka vlerë më. Avokat, kjo ka 3 rrugë. Së pari, dashit ishte më i qartë edhe konkret e heqim ose jo. Së dyti, Zoti Berisha të shkonte ta provonte, edhe së treti mund të kishte një reagim nga Zoti Berisha deri tani që pse kanë reaguar të gjithë thuaj eksponentët e Partisë Demokratike të gjitha niveleve? Po? Ndërkohë që i Zoti i punës, pra ai që preket direkt nga kjo, nuk ka reaguar, nëse lajmi do ishte. Në dëgjoj, unë e di si e them këtë gjë, po të bëj një konvertim të kësaj. Kur kanë reaguar demokratët, unë nuk e dëgjoj fare rastin. E di pse? Se kuptoj një ashmëri. Po çfarë bëj unë? Unë në të njëjtën kohë kur bën lajmi, shikoj krahun përballë. Dhe në rast se krahu përballë, nuk do të them se e gazetare emra, sepse nuk do të cenoj marrëdhëniet e tua të punës në të ardhmen. Po flasim në Paris. Do ta bëja, po për respekt për ty nuk të bëja. Faleminderit. Po do ta bëja. Dalin disa individ, edhe ata i kenë pozicionin të caktuar, e dihet ku dalin. I ke ekranet, dihet ku dalin. Tani, ku dalin ato, dalin edhe këta të djatët, marr telefon Amerikën do aty dhe them, "Ore, më jepni ju shpjegimin tuaj." Dhe më thënë pikërisht, është linja e Trumpit. Nuk do të bëj gabimin e Bidenit. Që do thotë, derisa ka dalë lajmi i tillë, është i vërtet dhe derisa të merret vendimarrja finale, duhet të pritet se është faktori kryesor për ne është burimi. Pra, kur unë shikoj këto dy ngjarje, unë direkt marr telefon personin që është më i saktë në anën ligjore në Amerikë. Pra, po personi në Amerikë më thotë, "Zotri, kjo gjë është e gabuar", unë do të them diçka nuk shkon mirë. Por derisa mua më thotë që kjo është një procedurë jashtë, pra një procedurë jashtë linjës burokratike të Bidenit, është një procedurë që e ka zgjedhur vetë administrata e Trump, kuptohet qartazi që po bën lëvizje. Dhe nuk do të bëjnë lëvizje amatore, se kemi të bëjmë me pushtetin ekzekutiv dhe nuk kemi të bëjmë me pushtetin e Sali Berishës brenda Partisë Demokratike. Prandaj ka diferencë kjo, mos jep 3 alternativa, se të 3 alternativat nuk mund të vinë me njëherë. Prandaj po të them. Avokat, reagimet e demokratëve kur janë vetëm, unë nuk i marr parasysh.
kur vin reagimet e atyre që bën lavazh spakut dhe tani që është arrestuar Erion Veliaj, ka ndryshuar qasje, na dil ka Altin Dumani i ndershëm dhe Dado na dil i pandershëm, atëherë unë marr telefonin jashtë dhe them, ore avokat, më thuaj të lutem, 1, 2, 3, 4, çfarë bëhet në këtë rast? Edhe marr analizën juridike, nuk marr analizë politike për të bërë qefin ndonjë televizioni, po unë marr një analizë juridike për të kuptuar qartësi që a ka një procedurë ligjore dhe unë ka marrë informacion që po do të ketë përderisa kanë bërë lëvizje. Tani, a do të ketë lëvizje të tjera? Unë personalisht do isha drejtues politik i fushatës dhe të më dilte Lacivita me bufin që ha miun, unë edhe të isha kryeministër do të thoja, ore, ky që thot bufi ha miun, çfarë nuk kupton? Kujt do t'i tregoj mesazh? Këtu më të lutem, po ke mundësi të më bësh pyetje. Pas kësaj publikimi që ka ndodhur nga ky gazetari. Megjithatë, avokat, ju jeni normalisht e ju ndërhyra ndoshta në mes analizës për ta vazhduar edhe për ngritur hipotetike, por e fundi që unë do ju pyesja është kjo që a është kjo ajo, domethënë, nëse mund ta them dorada më e madhe që mund t'i vinte Berishës nga lobimi përpara zgjedhjeve që marr deri tani, kjo është më e madhja, për këtë u zhbërë gjithë lufta? Jo. As për 6 milionëshin, as për gjë. Do të keni parasysh. Do keni diçka tjetër përpara zgjedhjeve apo u mbyll me kaq? Unë në raport me qytetarët që them të vërtetën ashtu që është e paanshme, nuk citoj asnjëherë bindjet e mia dhe çfarë unë besoj politikisht dhe çfarë do bëjnë me datën 11 maj. Dhe dua të bëj një sqarim tek opinioni publik dhe të jap përgjigje edhe te kjo. Në momentin i parë që unë kam dalë në publik për çdo procedim penal ndaj çdo politikan të Republikës Shqipërisë ka përmendur prezumime pafajësisë. Sot ata politikanë janë në burgje, sepse është kënaqur njëri me tjetrin kush është fut në burg. Kur ndodhi rasti i Sali Berishës, ka përmendur procedurat dhe janë vërtetuar nga gjykata europiane që lavazhierët të sistemit dhe plepave 2 nuk kanë ditur të zbatojnë një pjesë të kushtetutës. Është fakt konkret ky. Kur është arrestuar Beleri, ka mbajtur rezervat e mia pa folur dhe sot marr vendimin e gjykatës europiane të drejtave të njeriut dhe them, nga rezervat që ka mbajtur është fakt konkret dhe nuk është opinioni i avokatit. Rasti Gërçi, po e njëjta gjë, prezumimi pafajësisë. Tani ku do të shkojmë tani? Do të shkojmë tani tek rasti konkret? Po. Unë te kontrata e lobimit nuk pash vlerën, se nuk ka Amerikan në botë të punojë 24 muaj me 1 euro. Vetëm në Shqipëri kryeministri i vendit ka 3.000 euro në depozitën e tij. Dhe lekët i ka marrë nga komshiu. Tani, mua më çuditit e kontrata e lobimit 24 muaj zotrin. Dhe nuk më çudit mua a del një gazetar, a del një kongresmen, a do dali Grenell, a do dali dikush tjetër. E le të dalin të gjithë këta. Nuk ka vlerë për mua. Vlerë ka kjo për çdo qytetar. Përmes votës mos lejoni asnjë nga këto 2 subjekte politike kryesore të marrin mbi 70 mandate. Unë dua qeveri koalicioni. Pse kjo gjë? Sepse pikërisht duhet i them çdo qytetarit shqiptar, politika ose politikani kryeministri që është vetëm keq përdor dhe abuzon pushtetin. Ndërsa një kryeministër i cili do të jetë në presion të koalicionit rillon demokratizimin e vendit dhe përveç kësaj i jep shqiptarëve mundësinë dhe shanse të barabarta sepse do të jetë presion të një koalicioni. Jam shumë i qartë, nuk i bëj fresk as Aliut, as Edit. Dhe përveç kësaj, i them shqiptarëve, mos fuqizo atë që e ke provuar 100 herë, sepse ai po i njëjtë është, nuk ka se si të ndryshojë. Jep votën
ndëshkimore ndaj atyre që të kanë bërë të jetosh në varfëri dhe të dalësh në emigrim. Por në rast se ti i jep atyre aprovimin, normalisht që të gjithë duhet të presin, sepse është fakt konkret politik në Shqipëri, 24 muaj se si do procedohet çdo lajm që vjen nga Amerika në raport me Sali Berishën. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Qytetari e ka votën, qytetari e ka pushtetin. Prandaj Rama dhe Berisha do të shkojnë te qytetarët, se për në rast se nuk do të kishin llogaritën e qytetarit, nuk do të vinin ty dhe mua të më kërkonin votën. Avokat, pikpyetjet ndoshta më të mëdha deri të dielën më shumë se për rezultatin mund të jenë për atë që mund të vijë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për opinionet. Edhe unë falenderoj për ftesën.